është që eskortat aktualisht janë të maskuara si modele, por në të vërtet shesin trupin e tyre. Ky ishte pak a shumë kuptimi i asaj që Mike vendosi të publikoj në rrjetet e tij sociale. Do thoni ju, zbuloj ujin e ngrohtë, se ne e dinim këtë. E dinim, por i shkoi një targeti duke thënë se shumë vajza që i njohim si modele, ndoshta janë eskorta. Ishte edhe një akuze drejt për drejt, pra e bërë ndaj një kategorie të caktuar. Por, maskohen si modele. Pse duhet maskohen si modele? Një njeri i cili ka një formim bazik e kupton dhe mjafton të ndjeki modelet profesioniste, unë ndjek për shembull Kate Moss, Naomi Campbell, edhe të tjera që janë të vendeve të ndryshme të botës, dhe kuptohet me njëherë një vajzë e cila vërtet punon si modele, sepse në ditën e saj e ka të zënë me foto, e ka të zënë me sfilata, me prova fustanesh, me mbledhje, me diskutime, me fotografi për revista e gjëra tilla si këto. Ju e keni fjalën për vajzat të cilat ju i shikoni të bukurat, patinuara, me robe banjo, 12 muaj të vitit, jo vetëm në verë, të nxira, të zbukuruara, me çdo gjë fallco në çdo moment të ditës, dhe nuk i shikoni kur duke punuar. Pra, ka vajza që janë bërë të famshme për fotot e tyre si modele, jo modele, se nuk duhet të prekim pikërisht kategorinë e modeleve, nuk duhet i fusim të gjithë në një thes, edhe t'i akuzojmë në një farë mënyre, sepse njolla eskort nuk është shumë shnjoll, nuk është shumë e këndshme për t'ju thënë një vajze që ndoshta punon vërtet si modele, se nuk duam të stigmatizojmë pikërisht të profesion dhe këtë kategori vajzash që kanë ëndër, në ndjekin dhe adoleshente që duan të bëhen modele. Po, ka vajza që vërtet bëjnë modeling në Shqipëri, kanë kontrata me kompani të ndryshme, me stilistë të ndryshëm, bëjnë fushata, paguen për këtë gjë dhe vërtet janë profesioniste. Pjesa tjetër. Pjesa tjetër është në dorën tonë për t'i besuar nëse bëjnë modele apo jo. Kategoria që po përmendja pak më parë janë pikërisht këto, që ti i shikon.